Kaçanikut pa i ra një njollë zezë para sa ditëve, lumi midis qytetit dhe peshqit të ngordhur mbi ujë. E si thash më parë, edhe separacionet, edhe peshkatarët e pandeshëm me klor, me rrym, me dinamit, për 1 kilogram, 2 kilogram peshe që hajën shkojnë me 10 kilogram. S'ka mo peshe, s'ka ujtë pastër, e plus. Por Federata Peshkatarëve të Kosovës, ata që janë tamam peshkatarë sportivë që e ruajnë peshkun, e kultivohin dhe kanë sens si ka bo një apel. Në linë të drejt kemi Arjanit të Slavnikun, madhën e fundë e morëm. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zoti Fem. Po ku ishe bram, lëp kërkon në përqil ti, sigurisht i ki gjutë të rjetat në për terë, me në zonë terë. Valdeti i ku për futbolën të menut me ju prit juve për medalën peshkim pronë. Halal, se e ki pritë të edhe unë futbolin. Arjanit, e keni votu një apel drejtuar jovesh peshkatarve, profesionistë, por të gjithë popullatës, ata që po gjujnë vende pa vende, kohë pa kohë, për shka po të gjana? Kemë, pikës parit i përshëndesim dhe gjuste juj, fantastik dhe matë mirë që i kini. Juve si staf, neve apelin e kemë drejtu Ta që ki e rolin shoka, fantastik, ledhi, ato kalzëm kusht apelin, vla. Ne kemë drejtu apel që zakonisht që drejtojmë çdo vit për ndalesat e peshkimit të disa llojeve të peshkut. Këtë radhë tani hyn ajo që është më e dashnja për neve, e që e kemë neglizhu mas shumë, e kemë anashkalu, e kemë trajtu mas kesti që mundet me u trajtu një gjalles, ajo është trofta autoktone e trojeve tona. A ka mbet në një lumë ku ka troft, apo në gjithë dy të ma pak, pa? është në paksime sipër, të bomi real. Sa është në paksime sipër nga grabiqarët dhe nga torturusit njerëzit dhe shpezet, po aq është edhe nga shteti. Të bomi të sinqert. E pse da, ka vaj shteti, shqyr që kemi shteti. Kuj ka vaj shteti? Zoti Fem, një vend i cili është i shëndrum, lumejt e ti janë shëndrum në kanalizime, aty nuk do koment. Aty nuk do në koment. Do më thonë, trajtimi i lumejve, që 14-15 vite nuk është as pak në agendën shtetnore të qeverisë së Kosovës, jo të vetëm të kësaj, po edhe ma heret. Sidomos të kësaj ku ministri në detyrë, ky Dardan Gashi, është ditë për ditë të bo ma shumë fushat se sa punë në emën të mbrojtjes së lumejve dhe natyrës. Besha, apet ky ka bo dishka, po pak. Po hajde kalzëm të trofta të mbesim, prej kur dhe kur asesis gudzon me gjujt kërkur se ka atë kone pleshmërisë, apo ja? Po, pa tjetër. Cila është ajda atë intervali dhe herë me të rego? Ajo është koha kur përfundon në mars. Dëmon që nga tash shtatori, apo? Po. 6 muaj, sa për vjen shtator të tërë, 6 muaj ditë? Gati thuj se 6 muaj ditë na e kemë zgjat pak orarin, përveç faktin se ka nevoj për trajtim, sepse vitin e kaluar kemë pas një situatë tjetër ku është vënu lëshimi i ikrave për shkak të motit, për shkak të ndryshimit të klimës, kështu që nuk i kemë dhonë për vitin atë, nuk i kemë dhonë në rastin me u tradhtu prej motit, kështu që i kemë zgjatë edhe pak orarin, po me në afatin e ndalesës. Unë po besoj që ky afat dhe kjo ndales e peshkimit paktën troftës e kemi edhe një sistem tjetër, zoti Fem, du të me cekë. Këto troftën e sistemin e peshkimit peshko dhe lësho. Peshko, apo në gjoni, peshko, e nëzën, e matë
E shënon që ki përshku që ka që e shumë pra. Vetëm se në kuadrë të kësaj ndalese, as peshka dhe lëshon nuk lejohet. Nuk, hajde kam edhe një pyetje e shkurt, por më njës do të bojmë bisedë në njëherë në program të natës, bashkë po më intereson, që keni do gara ndërkombëtare ku Kosovën e keni prezentu, apo për pak pare nuk arritet në Francë me shku një grup i përshkatarëve të rinj? Ne ishim të ftuar për herë të parë në edhe ftesa zyrtare, se neve u ndërkombëtarizuam si vjet, në San Marino, atje u votu Kosova si Federata e Kosovës dhe u pranuam. Unë i falenderoj gjitha ambasadat, institucionet e huaja, por edhe ato vendoret që kanë qenë sinqerisht në detyrë, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por edhe Departamentin e Sportit, me stafin komplet. Unë, po them, jem zhgënjym për sa i përket çështjes liberalizimit vizave, sepse gjitha gjëra tjera, do t'i them, kanë qenë të prenotuara dhe të parapaguara. Mirë. Nga institucionet relevante shtetnore, po edhe të huaja, se kemë këto edhe institucionet si Bashkimi Evropian shembull që na asiston. Po elementi kryesor është që liberalizimi i vizave, marrja e vizave për fëmijët tonë, që kanë pas me na përfaqësuar atje në flamurin e Kosovës, për herë të parë neve dështuam. Arianit, me qenë se programi i mëngjesit, unë të falenderoj për këtë apel e këto informata të shkurtra. Unë do të adorëzoj e rollit lutin me qenë peshkatar nderi, jo me gjujt, po me qenë me ju gjithmonë ku do qenë ju, vetëm që me idealisht ju prekrajmë të imbrojmë lumetit të bëmë ato që ka mbet. Unë kisha dashtë, para se me përmbyll me ju, unë kisha dashtë pra me ju thonë që peshkatar nderi do që shpallim juve, ndërsa e rolli në të nxjerr lejen dhe në të në peshkim. Pa tjetër. E dyta është që apel për qytetarët e Kosovës, ne ta trajtojnë lumin Prockën, liçenin, lumej tjerë, edhe jashtë shtëpisë. Si pasuni e personale e këtij shteti që na kanë lënë dëshmorë tonë. Njerëz që kanë dhënë jetën për këtë vend. Ju kisha lutë ti trajtojmë këto lumej edhe këto pasuni si tonat personale. Arianit, falenderoj shumë se kemi Gjakovën në linjë telefonike, mirupafshim në aksionet tjera. Falenderoj shumë dhe Zoti ju ndihmoft në këtë mision humanitar për rujtjen e Kosovës. Çdo të mirë.